Shikues të nderuar, përshëndetje, ky është katrori yt, katrori në cilin tentojmë që me çështje konstruktive të zbërthejmë disa prej temave, a tema e sotme ka posaçërisht nevojë për çështje konstruktive, për shkak se është diçka që përshtypja ime është që flitet gjithka përpos në mikrofon. Flitet në çështje të ndryshme, ka filluar të flitet edhe në çështje politike, në çështje ekonomike, financiare, është temë spaku prej pandemisë e këtej. Po në përmbajtje mediale është ma pak e pranishme. Kuptohet, jam ka flas për botën e kriptovalutave që tash është pasunu kushtimisht me thonë me disa terme treja, flitet për diçka që quhet edhe sovranitet financiar në kripto, flitet edhe për disa terme tjera, flitet bo për fintechun si diçka që është sektori integruar, nuk jemi ka flasin veç për financa, kripto, po për një sektor teknologjik të madh të përbashkët dhe gjëra tjera të cilat do të tentojmë që t'i zbërthejmë me mysafirin tim Lap Mehmetin. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta, kënaqësi si gjithmonë. Deri vonë njerëz si unë që jemi pak hezitues në raport me teknologjinë edhe manej gjithë paguajmë penalti për këtë punë, kemi vazhdu me po mihjen edhe shitjen edhe këmbimin e kriptovalutave si aktivitet do hakerave në përdo podruma, tu i boj do riga nërsjetëll tu shti, tu bo diçka, është dal për asoj faze, nëse njerëzit janë edhe milionera prej kësaj pune, nëse njerëzit janë ka e shojnë si punë të vetmet, dhe me ke kanë zanat, qito, apo jemi hala me një farë faze me thonë të hirt, as bardh as zi. Për me shqelu se tem duhet me dalë jashtë dekorimeve dhe fasadës, e cila është për mu faktori kryesor kur nisët diçka. Unë së formën si e shoh është që në momentin që fitojnë popullit diçka, krijohet një farë reje e rënës që duhet me kalu të institucionet edhe të pak dur. Edhe ky përshkrim që te e bune është përshkrimi më real nga i cili duhet më nisë dhe me kuptu pak ma fell se sa sipërfaqja e cila na ofrohet çdo ditë nga mediat. Duhet mos me harru që për shembull Bitcoini shpenzon energji më shumë se Polonia. Po për me shpenzu atë energji i bjen që ka shumë transakcione dhe besim të madh ose besim të mjellur të madh tek masa edhe pse çmimet lëvizin nga pak duar. Kështu thojnë faktet nga tereni, matjet, ku e shohim që sot 9.6 herë janë parat institucionale ato në krahasim me investitorin e thjesht me mua dhe me ty. Çka i bjen 9.6? Kjo i bjen që nëse në te shtina 1 euro, institucionet e shtinë 9.6 euro. Në kripto? Po. Se unë e ti nuk muna me lëviz çmimi. Përveç vitit 2021, kur pas lëvizjeve të para, unë edhe te jena hitë fundit. Unë po thëmë unë edhe te, në sensin që me kuptu që është njëri tjeshtë. Edhe nëse shkru një statistikë që është 20 miliard dollar veç në 3 mujoshin e parë të 2026. Dhe është e vogël edhe nuk është e drejtë. Për shkakun veç djenë tregtu ma shumë se 280 miliard në kripto. 280 diçka miliard? 280 miliard llogaritë një mesatare këmbejnë në ditë. Në ditë. Po problemi themelor, tash pe hyrjes së madhe të ETF-ave dhe parave institucionale është që ato nuk blejnë spot, domethënë nuk e kanë fizikisht në Bitcoin që mundet me gjumë vëllet vetën. Po ato kryen përmes të derivateve financiare, siç janë futures, opsionet edhe kontratat perpetuale që njehen ndryshe, që në fundit janë forma të bettingut, të bostit. E tash, njerëzit... Edhe kjo, spjegam se gjithë kjo pare, po çmimi livrit 2-3%. Sakt, edhe në bost e marrë vesh ma shumë se so në Bitcoin. Edhe e di çka është Atletico Madridi mi afut gol në minutë fundit edhe me ta prish. S'ka ndaj dallim. Tiketën që ti e ki paramenu me shku në pushim vjetor dika edhe mi harxhu do povre të lezetshme, po thu s'ka ndaj dallim, mi afut dikush këtu që afut gol Atletico Madridi në minutë fundit, po del dikush sikur të analizat e futbollit që i bëjmë duke u përqendruar te cilësia e futbollistëve ekipës, kohëzgjatja e saj, është ekipa në trend të ngritën apo në rrëmje, edhe këtë pretendohet
këto tregje në fakt nisën për dy elementeve themelor psikologjik që është lakmia dhe frika. Nëse une tutna që jem të u pare shes, edhe që ke frikë nëse shumëzohet më shumë e bën çmimin që tulet, për në të kundërtën nëse na besojmë që kena me gjetë një magar më të madh se na, i cili kam na e pagu një çmim më të lartë, atëherë ato rritën. Edhe duket që qëta që janë në grupin e dytë janë ka fitojnë ma shumë, ose s'paku deri sa është dëshmu që kanë drejt, nuk kom pa ramje drastike në kuptimin që këta i thojnë crash, nuk kom pa përplasje, din me ra, ka njëherë Bitcoini, një 3 njerëz bëhen nervozë në Twitter, po qaq? Po, sepse Twitteri ka filtera, në varet qatë dënë me shtyje dhe në Moskë. Okay. Edhe ajo është thorë si një platformë e cila mbrojnë fjallën e lirë, po të cilën unë e kom dëshmu si të kundërtën. Unë e kom marë dy thonet njëjta me popujt të ndryshëm, edhe për njërin popull jam bloku, për tjetër s'ka pas ndonjë farë reagimi. Kështu që e njëjta ndodh. Për shembull, nuk mësh me pa asë një element negativ të veturës së quajtur Tesla. Nuk është me pa të po ajo nuk është perfekte, s'është për automobile. Kur kush nuk kallëzon që mas 3 vjetëve kur duhet me ndru bateria, sa të kushton ose sa i bën vlera asaj veture, sa është vlerësimi akumulum i një veture elektronike, të cilat janë peripetit që ballafaqohet një njeri i cili vëzi Teslën edhe sa është i limituar, sa ka dhënë dorë për lirisë ti për me shku në Kroaci e më kthy. Është e njëjta. Do më thonë, e shumëzën në cilën do për fushave dhe në cilën do për temave që na e prekum, për cilat unë mundohem gjithmonë që t'javë veç faktë. Edhe në fund, ka me mri, njerëzit kanë me tabu një pyetje, për shkak se s'kanë me pas nerva me studiu qaj bjen blockchain, s'kanë me pas nerva me studiu qysh funksionon krejt që ky muhabet. Kanë me u frigu me ditë që i kanë do paren hava që nuk mundën mi tërhek bashkë kur dojnë edhe qysh dojnë. Në fund, ka me u thjeshtu në një pyetje të vetme. A është që kjo e sigurt o vlla? Edhe në fund qaj u thu ti, edhe qaj u thot kush do. Në aspektin i kom do pare në rjastyk, të cilat jam ka du mi shti dikun, edhe Edhe po du me bu pare. Edhe po du që ato pare mi shumë zu shumë. Tash besoj e kini atë tregimin me Ethereum edhe me Gold. Hajde provojnë. Njeri po shkon, po thot një dostit vet, që po du me ble 5.000 euro Ethereum. Edhe ai po thotë, pse po do me ble 5.000 euro Ethereum? Tha se 5.000 euro i kom për me ble një Golf të përdërt. Tha po pishtit në Ethereum, pi bëj 7.000, pe blej Golfin e ti kom një 2.000 euro sa muena, edhe ai planin e ka pas mirë edhe një jetin, po kalzo ma funksionon që ka s'lirë. Absolutisht nuk funksionon. Për arsye se, për me blejën në një Ether 5.000 euro, du të me gjithë një ladop tjetër matë masë, e me ashti 7.000 që me marë qatë fitimin për 2.000-ve, për ndrysh ai nuk gjenron asë në të hyrë. Okay. Do me thonë, anglisht quhet zero sum game. Për me marë në do pare, du na me marë dikuj. Tash, du të më nalë të fundamenti i ekonomisë ndërtuar mbi kapitalizëm. Qëllimi kryesor i këtij tregu është që me bajt pasunim pej shumë durve në pak duar. Okay. Edhe kjo është e matshme. Matët me shumë lloje, me shumë indikator, një prej tyre është Gjini, i cili tregon për shembull që në gjatë para luftave të para dhe dyta botërore, Gjini apo diskrepanca e të ardhrave në mes 1% dhe 10% dhe pjesës tjetër të popullatës kam rri koeficiente enorme. Kur njerëzimi mas shumë të ka lullzuar është pjesa për luftës dytë botërore në vitet e 70-ta, ku një individ i cili ka punu, ka mujtë me rritë 7 fëmijë, gruan edhe këtë kam pasur mirëqenie edhe plus kësaj ka kriju një gjenerat e cila ka vazhduar riprodhimin. Ajo që në vazhdimsi nuk ndodhet edhe s'ka me ndodhet në sistemet kapitaliste të cilat nuk kanë tatim progresiv, se me që tatim tani kthejen senet prapë në binar, është me pas iluzionet të tilla. Nëse na shohim se si parja është bajt, posaçërisht prej 2008-s krizës të madhe deri më sot, shohim që secila industri e para 15 vjetëve, për shembull ta quajmë naftarët që në Amerikë kanë qenë prej njerëzve më të pasur ose pjesa e financiarëve, janë te kalu pe big tech-ut dhe kanë kriju monstruma tjerë të një niveli që hiç më lart se para 6 viteve do të ishin të pabesueshme. Sot pasuria apo asetet e përgjithshme të Elon Muskut më rrin dikon rreth 1 triliard.
Po, Dhe sa janë 1 triliard, na se kuptojna. Po se kuptojna, na është numër se cilën truni i njerit nuk mundet me prek. Edhe E ku i ka marrë ato para? Ku janë mbledh, pikojt e nërë. Dikush është paksu për qatë shumë. Do me thonë gjitha e shtypje monetare cila ka ndodhë, sidomos pej Trump nishit e knina, që është rritja burgjit publik në 10 vjet e fundit është më e madhe se gjatë gjithë historisë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nëse dikush dënë mi blu qëta numra, nuk mundet me flajtë. Ose duhet që ato pare që i ka në rjashtyk me këshyrë tjetër ka me i... Po jo, ai vendos tjetër ka, po tash kjo vendosja tjetër ka është veç një ekstra mjele për masa. Kështu që masa duhet me përveç lakmis, duhet me lidh lakmin paka shumë, edhe me racionalizu idenë e vetë. Pse, si është e mundshme. E padyshim që ka teknika të cilat në formë statistikore nxjerrin modele si fituse. Po, për ato duhet një durim që 98% masës nuk e kanë. Nuk e kanë, edhe nuk e kanë për shkak se në Ballkan, madje ma pak kisha thonë në Kosovë, në Serbi dhe në Shqipëri është edhe ma shumë e shprehun kultura edhe në Malzi e parës shpejt. Qyshdo që i ki bo, do paret shpejta edhe ma ne me këshyrë zakonisht me hoteljeri ose me najqëshi ku ma e sigurt. Po, veprimtarijet që identifikohet ma e sigurt me i investu kur të kthejesh prej Italisë, Spanjës, anaj veni qështu me klim mesdhetare. Po, kur po flasim sa është e sigurt, e para ishte që kjo argumenti sa që qëndrën a ja vlen me rreziku pare të mdhaja. E dyta është që që i thojnë mihja ose prodhimi, njerëzit e kanë idenë që vetë janë ka i kushtimisht me thonë, prodhojnë paret e veta. Tash, unë e majnë men, partia e fort kur ka konkuru në zgjedhje, dhe ishin trep që duhet me mih veç bitcoina, se s'ka nevoj kështu me mih dzehja, s'ka po se so. Si avlen. Tash kemi mrinë stat që është ka flitet për, nuk e di, data centers, është ka flitet për... është një trend tjetër. Gjërat cilat ma herët s'kanë ekzistu dhe nuk është paramenu që ka me u hargju ka shumë energji. është ka flitet për hes termocentralet nukleare, po njerëzit prap kanë dyshime për shkak se rritja e nevojës për energji elektrike është drastike. Kohëve të fundit, po insistoj prap, a munësh që ka s'let me një server në banes dika derivon verit Kosovës e kam bo. Ata në veri, në fakt, kam pasë sopë se rryma kom pa pare. Po. Edhe në situata tilla kur ti burimin kryesor, i cili është elementi themelor për me gjeneru qatë vlerë të shtuar me në shoqënisë e ki pa pare, gjithësyrë që është pra. Po ne, teknologjia e hanë vetën shumë shpejt. Duhet në kalkulim pak ma i fillë se sa që kë. E para. E dyta, si njësi, si veç një njësi nuk i kurfar computing power në krahase me krejt sistemin, kështu që duhesh më bëu pjesë e bazeneve të cilat prap po i quaj i kanë marrë korporatët, ku buhet 15%, 20% e komplet fuqisë kompjuterike, ti buhesh një pjesë e qasaj, një atom i krejt qasaj, edhe ajo kthehet. Por mos harrojmë që edhe në miniera reale ka ku, edhe ato din t'jenë edhe gjata, kur miniera punon me humbi. Kështu që, nëse nuk buhet një farë kombinimi i qati investimi, kur na po mihim me humbje që mu shit me një shmim enorm, ka stota kur duhet me nalë dhe ka stota kur duhet me dhisë. Edhe pak, qëndrujeme edhe të data center, vlenë e njëjta gjë. Teknologjia jetë qa shpejt që për 3 vjetë duhet me ndru komplet pajisit. Tash është një farë llogaritje që kështu si individ ose me pak pare, është shumë shtirë me mbjetë. S'munësh, andej, po e shoh që fotovoltaiket janë të dalë për modës, përpara njerëzit kanë menu që i monton do panela solare dhe i kursen do pore. S'kan menu, janë detyru me menu, sepse fusha e interesit i ka detyru. I ka dërgua nej, tash është ka del për modës edhe ajo? Jo, ajo dalë për modës, sepse une që më të ka shumë e ke kap, jo e ke prek një temë për cilën e 2 javë, jëm duk pak si budal, me se cilë njëri që ka dosh me donë së nërë. Po, jo, jëm duk shumë i djetë, pi entuziasmit tyne, dhe nuk mujtë rrethin tem tafërt, me nalë, pa më varëse është që shumicën e rasteve kom pas drejt,
prapse prap. Entuziazmi njerëzit për Jo, është ushqit edhe si imazh. Po, e di. Ushqit si imazh edhe tash unë jam pak si grin e tjera, po mos harrojmë që popujt edhe qeveritë kanë subvencionu politika që janë kthy bumerang për ta. E uja është nona e këtyre. E tash, kur po më thu, ka pas subvencionime qeveritare në politika të caktuar edhe në infrastrukturë të caktuar energjetike, është domosdoshme me hap një temë. Ajo është që në dy palë zgjedhje vetëvendosja konkuron me, edhe pse fort tentoj me elon politikën anash në qëtë emision. S'ki mundësi. Po jo s'muj. Tenton konkuron me idenë që ka me pas valutë digjitale të Kosovës. E para çka i bën kjo? E dyta, a ka ndaj shtet që bën këtë punë, edhe e treta, nëse i kemi edhe dy palë zgjedhje si vetëm pedi që veç ja ka fut kët, kushdo që ja ka shkruar në vetëvendosje programin. Po diçka zëm kur e ke dëgjuar herën e parë, ke thonë se ka nevojë për çto, apo je gëzu, je brengos, çysh është reagimi? Unë përveç intervistave, kur ti një kam qef me i pak ma fell dhe me po qatë pjesën... S'kan, 6 rreshta i ka. Apo dojnë me mjellë diçka për ato patru, apo jenë të kriju një trend që të mbledhim sa ma shumë patru dhe ata që kanë tru, që shpëllojmë trunë. Mas pari na e shfrytëzojmë një monedhë e cila është euro dhe për neve e shtyp Banka e Frankfurtit, që sa ka më në njohuri. Banka Qendrore Evropiane ka caktuar një farë limiti që në vitin 2029-30, mësë ka për fjale, ka me digitalizu euro. Tash dyra kryeministit në nëntor 2025-ës ka thonë që çdo që te veç saj potencove, por çka për shohën është krijimi një farë infrastrukture që tjetë e gatshme si një pi shteteve që i bashkohet mas shpejti kësaj iniciative. Iniciativë e cila veç e bën më keq për 80% popullatës. Pse? Nëse ti e ki rrogën 500 euro, sa rroga minimale në Kosovë? 500 ka më bo, 600 e diçka, 7 përndo këtë është mesatarja, edhe qa ka lidhje, a i merë si pare, a i merë si tokena, a i merë si këmbim digital, a si qka do? Qysh e ke lidh, s'ka shumë lidhje, se me 600 euro ty s'dvjen me kursy asnjë pare, se shumica absolute ka me 600 euro ti dush mi prit dikon për diasporës me të ishtë do pare për me mbijetu, se po, ku 600 euro pas të ki. Për të dekorimeve, kjo punë nuk përbuhet për të mirë qytetarit edhe pse shqitet si e tillë, po do të më analizu ma shumë te terminologjia që është zgjerimi i funksionit. Kjo është ma shumë për kontroll se sa për çka do tjetër. Edhe në qëtë sens, nëse na kontrolluar me kamera e tjera, një ditë për ditëve kur ti i paknoshëm për qeverisë, ai nuk ka nevojë për një vendim gjyqësor për të blokon parët me një klik. Edhe ti ma i kapë se sa na herë. Me thonë na kanë tutë me Stalinën, që na buëm si koraj, na kanë arru që të e këshyrë atë pjesë, mos me dhes trunën ma për asnjë vendim të cilën e merë e uja se na jena nën ombrellën e saj. Kështu që si proces i tillë, për mu tash mundet me bu Albini për egzën dikush tjetër, se jashtë larg emrave të përveçëm, po që shtes mëna me lënë politikën jashtë. Në sistemin aktual, ku gjithçka dhe çdo politikë influencohet mëna dyrëve të prapme, pe grupeve të vogla të interesit, në këtë sistem, pavarësisht që shikjemnin, kur s'ka më bo ma mirë për 80% e popullatës, gjithë cilën e vërtetën edhe historia nëse e marim në 80 apo 120 vjetë, gjithmonë kemi një shkallëmim tronë shoqëror, të cilën fundit e pagun 80% i popullatës. Mas ne njerëzimi mushmen, kohët e vështira marrojnë njerëz të mirë, kohët mira, kohët e mira njerëz ligë dhe njerëz të ligë binë që të në fund, që është sot është aktuale, ku se cili është në zonë, nuk sheh për të një përfitimi të ngushtë material, edhe çdo ditë më tepër për shkelet mirëqenia sociale. Për shembull, vitin 2018, sipas analizave të koeficientit për motjen e, siç e thash Gjini, që është motjen e diskrepancës. Ajo është ti bëu diskrepancë, ata i thonë pabarazi, ja. Pabarazi. Nuk është as shpërputhje, pabarazi është pabarazi. Në 2016 jemi konë për vendeve cila ka pas pabarazi të ullët, më me thonë, njëna konë dikun pak më nalë se vendet e Evropës qendrore, edhe pak më nalë se sa vendet nordike që janë shembulli më i mirë i barazisë ekonomike, por sipas një analizë që unë vetë kom bo para këtij emisioni, edhe që jem thirr në të dhënat e UNDP-s, Silk Data,
të ardhurat e kushtet e jetesës, të IMF-i, Cost of Living Crisis që u bu 24-25, edhe të banka botërore, Poverty and Equity Brief 2023-24, na këna dollë të gjini 38 dhe i 41.1 që i ngjitet Shteteve Bashkuara të Amerikës, që do me thonë që 10% shifton pore ma shumë se sa 90%. se 40 merë 40 herë ma shumë se sa 40% që i fundit. Edhe tash që kjo është tepër e frikshme, por nëse këto shumë zënë me një vjetë dhe dy, do me thonë trendi ka zënë që vajhalli për vend. Edhe në këto ka kontribu mas shumë të prej pandemisë e kënej. Kur kësaj pjesë ja shtojmë inflacionin, e sidomos edhe Evropën e shtim për viteve 1970, ku produktiviteti i punëtorit të rrit për 70%, po ai nuk ka mujt me u rrit as në prag me inflacionin, kallëzën një trend që s'ma është me mëshirë së fitë. Për shembull, cilë pensionar, nëse dy pensioner, që të dy kanë pensione si pasojë e punës që kanë pasë. Nuk mundën me mbjetu nëse dikush për i fëmijëve nuk i ndihmon. Edhe që këtë rënd nuk ka mu nalë. Jo s'nalët kënë që sistem politik. Ka mu bo shumë ma i keq. Është veç ma i keq se, paramena, veç 10 vjetë na u kanë dirë që për 29, këfutës rrët 29, më rritë 38-40. Edhe kjo ka me shku edhe ma keq të u bo, po njerëzit kanë me gjithë zgjidhje apo do në edhe një fakt. Çfarë Ballkani zakonisht i bën. Ajo është migrimi ose do zgjidhje kryesisht Ballkanin migrim mbështetet edhe mane e koi far sistemit vetën qarkullimit pareve që s'vlen fort për Evropë. Për çato isha se qet losin. Po dhe jo se çato po them. Për çato isha kthy në edhe një 2-3 aspekte që më thon, ma praktike të një temës që është teorike shumë. Për një trend tjetër që jam ka është që njerëzit po thojnë, okay, kripto atin qysh, është e rrezikshme, po ka rritje të madhe të investimeve në ari. Okej, ari s'dështon, qysh me thonë, atin... Ka periuda që dështon 30 vjetë. Mirë dhe, po i merti pak i dukat diçka pej dosmës, pak dika pej dikojit edhe do bari i blen dika, perfekt, mirë është spaku ari i ki. Ka tendenca kove të fundit jam ka shumë njerëz prej Kosovës të ble aksionin Wall Street, që është, se di garant është mirë, as ato s'dimi bo, po për qito e kom gjiro llogarit ma dopt se ata. A është... Ma ta e shumë pak. Po se dimi... Jo e dim këto e dim. Më thash, për shembull S&P 500. Po, S&P 500. Po, është indeksi më i madh në botë, janë 500 korporata të mëdha janë dy. Po. 75%, sipas studimeve, llogaritet që jo brand. Edhe do me thonë, ajo mërën me posë Rome 75%. Po. Edhe a dikur ndodha ajo Rome. Si të quhet retaili, do me thonë që njeri thjesht, mishti dhe do pare pak ma shumë që sa të si kosë, së nështenë. Po. Ajo e bën atë shamën e vetë naturale që për shumë durve me shku paret në pak dur. Sidomos, një brisaneve që janë ma të frikshme në botën e profesionistave që merren me tregti të këtij lloji, është kur të hyp në sand 200-300 herë. Po nolka po. Shamë S&P ma shumë rrit për 2021 dhe 2026, nëso që është rrit komplet historinë e vetë dhe në 2021. Që veç normalis është. Ten, tash, nëse si këshyrë që tu, edhe veç lakmon, edhe ish stutësh, atë bashkë që të njëri jenë të e lypë. Apo kuptan, për shamë Tesla, para në 2022 kam rri me pas market cap ma të madhë se krejt kirët e mira, BMW-a, Mercedes, Renault-a e tjera, po në tjetër nuk ka shit as 90% në kjerëve tyne. Kështu kjo ka em një flusk. Po. Qështu thirët në ekonomi. Ta është kujti që përthejnë në ndurë, i që mu jo. Ba mos blejnë Tesla aksion. Si të qështja aksion. E kom qartë, pyetja është, a është njëjtë nëse i ki nuk e di. Nëse ki kriptovaluta tika, a është njëjtë si me pas të bleme dika në një sef në një bank, një kilogramari, ose si me i pas, nuk e di, 100.000 euro aksionën e S&P 500, apo janë gjërat krejt të ndryshme, edhe a mundën mu krahasu. Se për shoh që njerëzit i kanë do pare, të gatshme mi shti diga dhe kush s'pe kupton kriptën,
shumë a letë po ka me hinë qëto për, që me thonë, vija tjera investuese, s'po di. Qëre, të kripto ekziston ka shibla ma shumë se të këto tjerat. Okej. Do me thonë dëkërimi o maj madhë. Po. Pse? Sepse ka çdo ditë del, se s'ka regulatorë dhe çdo ditë del ka një kripto tjetër. Tash nëse e lexon white paper të falsionuar të mendon se kam gjetë një. Kur ti lexon 30.000 copa, edhe e shet që krejt ka kanë çatë aty. Do var copy paste, ha? E shet që duhet më kon sasia e madhe për me çuni çmim nalt. Është shumë e vështirë pe 30.000, 20.000 kriptove se di aktualisht sa janë të përdorshme, sa kanë dek, po për shembull unë kam bler 6-7 kripto që s'ekzistojnë. Okej. Po këto s'ta kallzon kërkosh. Kallzojnë veç ku kena fitu pare. Unë kam qef më marrë me qitë negativen, me ru pare, sa të tani shumë më vetë. Për shave të fundit e kom pas një kënë që aj veç që e të binon se një atë dy avdet ma herë dhe thëtë bëtë qka dur, se unë e shduka, e heka pikturët. Njerës të meren veç me ditën kur u hyjë çmimi, po kërkush smeret me ditën kur çmimi është shem enorm. Tash, shkaku i likuiditetit vogël, që këtu nuk kem Bitcoin, Ethereum, Solana, disa tjera që kanë qarkullim enorm. Po do të mos me harru një sen që ka diçka që ka pas qarkullim enorm 2 vjet, dhe mas 2 vjetve që ajo parja madhe ka migru dika tjetër, edhe njerëz kanë marrë tani çonta me sa pa vlerë. Sepse kërkush që ka bashkangjit, një numër i vogël ju ka bashkangjit industrisë për arsye të inovacionit. Unë jam njëri prej tyre, që fillim kom thonë, wow, nëse 200 milion japonez ju pip. Edhe në sytë ngretika. Se kum besu në teknologji. Po që kjo hove i madh i replikimit njëna tjetrës. A bëden? Mas nej nuk ka një logjik pëse njëna ka funksionu e tjetra jo. Për shamë thëmë teknologjia Bitcoinit, po Bitcoin Cash e rrishu bloka Bitcoinin në aspektin teknologjik. Po porja ka vendus me majtë që ata. Vjen dalë 2-3 emna madhur, të cilët kallëzojnë kur blenë, po s'kallëzojnë kur shesin, edhe ata e krijojnë një realitet tjetër, edhe njerëz thonë po ju nëse kam i Elon Musk. Tash te para minut do të shkoj në 3-4-0, kam rrimë më shit në 77 cent, se Lune ka thonë mbaj, i pari, llogarit e çfarë ngritje, edhe problemi është që unë e di, me përvojën që kam edhe me krejt ato që e kom mësu gjatë rrugës edhe për njerëzve më të meqëm, është që kur typ diçka 100 herë, ky fukare e ngrohtë kur nuk e kthen parë. Si shumicë për folje. Se krijon, industria krijon çmime tavan. Për shembull, thotë u shku një sen 77 cent, po më herët ka thonë që deri 2 euro, 2 euro, 2 euro, 2 euro, edhe këto e përjen, po në 2 euro e kursash. Po, se ja ka... Edhe kursashet, se mo kurs 2 euro s'ka. E tash teori, është diçka tjetër, që ka cikle 30 vjeçare, që 20 vjet ka hyj pari. Kursonal të hyj. Është çmend, për shembull, 74. 70 dhe 80, ta repit 80 dhe në 2000, se kom qartin për para, u ka në rruj. Për 2014 deri në 2023, nëse nuk gaboj, kush dhe që ka vlenë 2014, ka pas ma pak pare deri në 2023. Edhe është e vetmja thirrje që unë e kom bu publikisht, është para 2 vjetëve që kom thonë krejt njerëzve, po menoj me një mbledhi të madhe, që unë kom thonë nuk jepi kur farë këshille financiare, po që ku e kena një. Ble ju që keni pare, edhe nuk ju vy nesër, nuk ju vy mas një muaj ose mas një vite, po mundi me majtë ma shumë se një vjet, ju garantoj që ari ka më shku të nalë. Edhe në... Edhe sot është 3 fishi pe ditës që kom bu thiri. Po. Jo 100% se e di këto. 23 është 3 fish. E funit krejt. Jetojmë në një kohë që dikush është ka thot, ka nis lufta 3 botënore, po neve s'na ka ardhur emaili. Dikush është ka thot që është situatë jo stabile, disa vatra të krizës aktive etj, po 2 prej këtyre vatrave të krizës e kanë ridefinu furnizimin e Evropës me gaz edhe furnizimin e Kinës me naftë. Tash kur ka destabilizim kaq të madh për resurse kaq vitale dhe për ekonomi kaq të rëndësishme, na kuptohet e ndim këtë punë se shtrajtohet, se di, nafta me një pumpë në Fushë Kosova, në Komarana, dikun. Po përtej qësoj, a është që kjo kohë, a ishtë dosh me qenë shkas për të kënë me menu, me riorientu do pare, për na ideal 3 qik 3 me riorientu në ashtë dhe shkollën,
me riorientu edhe mënyrën qysh menon çka ka me bo mas 10 vjetëve, apo qysh me thonë, politika e madhe i ndrejt senet e mdhoja këta të vezlit veç? Fakt, politika e madhe veç Shqipërisë senet, se me fuqinë që ka, mundohet me rrit gepin me shtetet e tjera. Po tash nuk mujna pa unal edhe njerë të hipokrizia. Para mena, na e kanë mu shkryt, na e kanë shpilo kryt që 5 vjetë me green, e lufta në fund bëhet për naftë. A nëse veç i kështë ngu ata dhe se shënol me menu, kështë thonë se është e mënshme, se këto na e ditë veç për mloj me dhe edhe se... Djeli është për krejt. Se na mytë. Po ta është e që kje pjesë, do të më nalë shumë edhe me po hipokrizin e perëndimit që është për te çdo imagjinat. Për shembull në taksonomi që ata e kanë bërë, që e uja e ka aprovu, po ashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania. Semantika lunë në rolin kryesor, do me thonë forma se ne qysh i quajmë gjanat, edhe tani buen do akte juridike, do norma tjera me të cilat shkelen rregullat bazë, mbi të cilat ata edukojnë popullatën. Për shembull, është një termocentral në Britani, i cili e ka ullë emitimin e CO2-shit, për nuk e matë në gjak. Okej. Jo, së është okej, kjo është më qume po salta, më të nuk. Tjetra është, Gjermania e ka ullë emitimin, po gjatë pandemis i ka kthy termocentralet me qëmër, të cilat prej normës të taksonomisë që është ma mirë me thonë një farë konsenzusi shkencor dhe i ku guxojnë ana me bëhet dëm ambientit, është 270 norma. Ata në linitin e tyre që e përdorin, se i kishin 3, në linitin e tyre që e përdorin, kryojnë ma shumë se 1000 gram CO2 për kilowatt. Jo me 4. Po, herë 4. Thëngjilli i zi ja u bën, kryon 820, edhe gasit që na e kanë kthy green, pa u konë green është 450. E sot na përfshuhem fjallë për investimet gasit, do me thonë, po është e pështjellët me semantikë se thojnë që qëtu gypa kanë më përdojrë edhe për një farë hidrogeni blu që ka më nëzirë ma funë. Kjo është marrja e parë. Marrja e dytë është, ata furnizojnë 20% energji se marrin për termocentrale bërthamore që janë në Francë. Po kjo tash nuk shkon. Po shkak se Franca nuk i ka shmontut termocentrale bërthamore, Gjermania i ka shmontut vetat edhe... Po, tash kur telmohet Franca, qaj tim nuk vjen Gjermani. Është një barbari e aty nalit në dogan. Edhe tjetra është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës që shumë hapa ma për mas, se këta të cilët kanë leju me u kthy në solar edhe në fusha të gjenerimit të rrymës të energjisë me erë, por vetëm pasi që ato toka të shpohen dhe të garantohet se në toka nuk ka naftë. Shumë mirë. Do parimorjen. Edhe nëse naft mundemi me prodhu. Po kjo thirret një quid pro quo, akti redukimit të inflacionit, tash e kanë marrë në një tjetër, që me thonë shtyhet pej dyrëve të pasme të naftarëve të fuqishëm, të cilët diktojnë se ka duhet me ecë populli. Për me përfundu prapë, nëse, po du më thuj në bazë, nëse është kohë kur krejt ekonomia globale është ka çrregullohet, qëto tregjet vogla si tonat, a veç që pësojnë me automatizëm, apo ka dikush që me gjithatë mundet me pështu, mundet me nxerr diçka se nuk preket direkt, nuk varemi as prej naftës në Iran, as prej nuk e di gazit në Rusi. Shqeqar, ky inflacioni i gjërave të fundit, që tjerë të ushqimeve prek se cilën shtresë, se cilën shtet, por na, që është ta ma herët, Iraqi na jena shumë në varën për emitencave. Kur të preket Gjermania dhe Zvicra, pa dyshim që na prekemi. Po ajo është për me ne, krejtojnë kur ftofet Volkswageni kollitet Bosna. 100% e sakt, kështu që unë besoj që vola veç e rrokë ma shumë këtë, se si të ideja e konsumatorit fundit edhe të këto shtetet e vogla, këto i bojnë volët edhe bamet e shtetet e mëdha. Për me mshjel krejt, veç edhe një informat shumë të rëndësishme, është që sipas donave të BÇK-s na kemi dikon 6 miliard kursime, me të cilave 80% janë në 10 dhe 12% të akantave. Okej. Kjo të kallëzën, se në qka ka me ka përcyt 80%. Që i bjen që mundësi mu përgatit
ka pak, po nëse ka është mirë me lexu, është mirë me pa shembuj se qysh është ka veprohet, edhe nëse duhet në mënyrë kontraintuitive me nxjerr diçka konstruktive për këtij emisioni është që ka gjëra të cilat duken mirë në letër nëse lexon ai white paper të nai kripto, edhe nuk ka keq me andrru që kemi bë parë të shpejta, po të kish qenë letë i kishim bë krejt. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ti, e kënaqësi, si gjithmonë. Shihemi në episodin e ardhshëm.